Zëdhënësi i policisë rajonale në Prizren, Togeri Shaqir Bityqi, njofton se të shtunën në Prizren ka ndodhur një vjedhje që konsiderohet vjedhje e rëndë. Më datën 15 nëntor 2025 rreth orës 17, policia ka pranuar informat për një rast të vjedhjes së rëndë në një shtëpi banimi në lagjën Dardania në Prizren. Patrullat policore dhe ekipet hetimore janë përgjigjur me një herë thirrjes dhe në vend të ngjarjes është konstatuar se persona deri më tani të pa identifikuar kanë deportuar me forcë në shtëpinë e viktimës FSH në një kohë ende të pacaktuar. Sipas deklarimit të ankueses, nga brendia e shtëpisë janë vjedhur një sasi e konsiderueshme e arit, bizheterive të arit me vlerë rreth 50.000 euro. Në moment kur dyshohet se është kryer vjedhja, askush nuk ka qenë i pranishëm në shtëpi. Ekipet policore kanë kryer veprimet e para hetimore në vend të ngjarje dhe për rastin është njoftuar sektori rajonal i hetimeve Prizren. Hetuesit rajonal janë duke punuar me përkushtim dhe pa ndërprerje për identifikimin dhe kapjen sa më të shpejtë autorëve të këtij rasti. Policia inkurajon qytetarët që të raportojnë çdo informacion që mund të ndihmojë në zbulimin e rastit.